Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Đurić po merr pjesë në Këshillin e tretë të dy ministrorë të OSBE-s, i cili po mbahet në Vjenë dhe përfaqëson përfundimin zyrtar të presidencës së Finlandës në këtë organizatë, pas së cilës presidencën do ta merr Zvicra. Đurić para fillimit të takimit tha për Kosova Online se do të mbështet fuqishëm parimin e integritetit territorial dhe sovranitetit, sepse në rastin e Serbisë ky është kelur dikur. Në margjinat e këtij takimi, ministri Đurić pati takime dypaqe dhe mori pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të grupit jo formal miq të Ballkanit Perëndimor. Historiani francez dhe profesori gjeopolitikës në Universitetin e Versailles, Alexis Strut, beson se qeveria në Prishtinë nuk ka mbështetjen as të qeverisë shqiptare dhe as të amerikanëve. Ai theksoi se në Prishtinë po shpërthejnë skandalet korrupsioni, si dhe pozita është gjithnjë më nervoze, prandaj shpreson se një kontekst të tillë presioni mbi serbët, i cili ka qenë shumë i fortë për vite me radhë, më në fund do të fillojë të dobësohet. Ai pret që serbët, përfshirë listën serbe, do të jenë në gjendje të shkojnë në zgjedhjet në mënyrë demokratike dhe të zgjedhen të paktën një qeveri pak më të moderuar. Në një intervistë për radio televizionin e Serbisë, ai tha se historia po kthehet kundër autoriteteve në Prishtinë. Aleksandro Shluka, bashkëpunëtor e organizatës jo qeveritare Nisma Re Sociale, vlerësoi se Albin Kurti krijoi një situatë në të cilën në çdo cikël zgjedhor duhet të përpiqet të kontestojë pjesëmarrjen e listës serbe në mënyrë që t'i dërgojë një mesazh elektoratit të tij, edhe pse përfajtimi politik i një veprimi të tillë po zvoglohet dhe vetëvendosja po bëhet gjithnjë me shumë probleme. Shluka tha për Kosova Online se vetëvendosja bëri të njëjtën gjë në zgjedhjet e mëparshme, kur u përpoqte të karakterizonte listën serbe pothuajse si një organizatë terroriste. Në seancën e fundit të Komisionit Qendror Zgjedhor, Lidhja Demokratike e Kosovës abstenoi nga votimi për certifikimin e listës serbe për zgjedhjen e jashtëzakonshme më 28 dhjetor. Antarja LDK-s Besa Gaxheri konfirmoi se ishte një veprim taktik dhe politik dhe tha se një qasje e tillë nuk ishte e saktë, që do mos ndodh certifikimi, ekziston një proces që nuk mund të zgjidhet nga Komisioni Qendror Zgjedhor ose politika, por nga gjykata, thot Besa Gaxheri. Antarja kryesise Aleancës Paramërinë e Kosovës, Hakia Abazi, tha se Albin Kurti e di shumë mirë që nuk ka baza ligjore për ndalimin e certifikimit të listës serbe, raporton Ekonomia Online. Abazi tha se në këtë mënyrë Kurti po minon veten, por edhe Kosovën në skenën ndërkombëtare. Kjo tregon se Kurti mbeti pa fjalë ndaj reagimeve të ambasadorëve perëndimor. Analistja politike Alma Lama tha se burja e kryeministit të Kosovës të mandatin teknik Albin Kurti në listën e zezë amerikane do të ishte një goditje jo vetëm për të, por edhe për Kosovën, dhe se marrëdhëniet e ngushta të Prishtinës me Washingtonin janë arsyeja kryesore pse nuk u mor një masë e tillë. Duke komentuar reagimin e ambasadës amerikane ndaj politikës së Albin Kurtit, Lama konfirmoi se qëndrimi i Washingtonit se veprimet e qeverisë së Kosovës ndikojnë gjithashtu edhe në interesat amerikane dhe kërcënojnë stabilitetin e Kosovës, shkruan Radio Televizioni 21. Zëvendësja sekretarja e përgjithshme e NATO-s Radmila Shekerinska tha se ruajtja e stabilitetit dhe sigurisë në Kosovë është ende një nga prioritetet kryesore të aleancës, veçanërisht pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, si theksoi ajo. KFOR-i është aty për të mbështetur dialogun politik midis Beogradit dhe Prishtinës. Sipas saj, megjithse ministrat e jashtëm në takimin e NATO-s ja kushtuan pjesën më të madhe të diskutimit për parandalimin, mbrojtjen dhe mbështetjen për Ukrainën, disa vende theksuan se stabiliteti i Ballkanit Perëndimor duhet të mbahet lart në agjendë.
Busta e Bogdan Radenkovićit, njëri prej serbëve më të shquar në perandorin osmane me origjinë nga Zveçani, u hoq dje nga vendi ku qëndronte për më shumë se 2 dekada përpara ambjenteve ku ndodhej më parë ndërmarrja publike standard. Kryetari i zgjedhur i Zveçanit, Dragisha Milović, thekson se ky ishte një tjetër veprim i drejtuar kundër komunitetit serb nga menaxhmenti në largim i komunës. Autori i bustit, artisti Nenad Radenković, beson se ky është një akt anticivilizues. Moti nesër do të jetë me vranësira në mëngjes në shi, në lindje dhe gjatë ditës në rajone tjera do të fryjë era fort nga jugu, gjatë mbrëmjes era do të dobësohet, temperatura mëngjesit do të jetë nga 5 deri në 9, kurse ajo maksimale ditore nga 8 deri në 14 gradë Celsius.